Jemi pranë selisë së lidhjes demokratike të Kosovës, ku momentalisht po zhvillohet mbledhja e ngushtë e kryesisë së kësaj partie. Sipas informacioneve të deritanishme që kemi siguruar, ky takim zhvillohet në kuadër të konsultimeve të rregullta të kryesisë së ngushtë të LDK-s, ndërsa fokusi i veçantë i diskutimit do të jetë edhe rezultati i zgjedhjeve parlamentare të 28 dhjetorit, si dhe hapat e ardhshëm politik të lidhjes demokratike të Kosovës. Në bazë të qëndrimit tonë pranë selisë së LDK-s kemi tentuar që të marrim edhe qëndrimet të nënkryetarëve dhe zyrtarëve të lartë të LDK-s. Të njëjtët janë shprehur më të rezervuar për të komentuar mbi mundësitë e dorëheqjes së zotit Abdi Xhikut dhe se a do t'i pranohet e njëjta dorëheqja. Mirëpo disa prej tyre thanë që qëndrimet e tyre do t'i bëjnë publike pas kësaj mbledhje. Kujtojmë që Lidhja Demokratike e Kosovës në bazë të rezultatit preliminar të KQZ-s ka marrë 13.11% të votave, e cila përkthehet në 15 mandate në Kuvendin e Kosovës. Ne do të qëndrojmë këtu dhe do t'ju njoftojmë për të gjitha të reja nga Lidhja Demokratike e Kosovës.